Edi Rama, në qoftë se ju kujtohet ju kur është fituar pushteti vendor atëherë edhe për shkak se opozita se ti pse i referojmë gjithmonë atij, po. Të roq, por edhe më pas, edhe kur është bërë gara, po themi, me kandidat PD-s dhe prap kemi pak a shumë të njëjtin. Është treguar i kujdesshëm të thuash? Jo. E ka kuptuar që një pushtet shumë i madh është dhe një barë shumë e rëndë që dhe mund të thyej kurizin dhe ka kërkuar njerëzve të gjithë strukturave që ta kuptojnë mirë këtë gjë. Sepse edhe unë mendoj për shembull që ajo që është më e rrezikshme është arroganca e niveleve të poshtme. Dhe unë shpesh kam thënë që kjo republikë është republika e drejtorëve, nuk është republika e parlamentarëve. Duhet ishte republika e parlamentarëve, sepse republika është parlamentare. Në fakt, pesha e deputetëve të pak në këtë kohë ka qenë më e vogël se sa ajo e drejtorëve të tjerë. Unë nuk është se jam kundër drejtorëve në kuptimin e një kategorie. Por fakti që në këtë vend ministrat janë ndruar kaq shumë, por nuk janë ndruar drejtorët, sepse nuk janë bërë analizat vërteta. Kështu që për mua duhet përullësia të vinë në një nivel edhe më të lartë, në kuptimin duhet ndërgjegjësohet shumë mirë Partia Socialiste në çdo nivel që ky pushtet në mandatin e 4 kërkon një përullësi shumë madhe, kërkon një shpirt shërbëtori të jashtëzakonshme, një shpirt shërbese prezente në çdo marrëdhënie të njerëzve, ndashtë politikës, ndashtë administratës me shtetasit, me qytetarë, sepse ka probleme të mëdha. Dhe unë besoj se Rama e di shumë mirë këtë gjë dhe do bëj gjën e duhur në mënyrë që të mos kthehet ky pushtet i madh në një peshë të rëndë që të kërrusi kurizin e Partisë Socialiste. Unë do të falenderoj